Jemi sot para jush për t'ju informuar rreth gjendjes aktuale në klub. I gjithë ky proces filloi diku në muajin korrik, ku kryesia e vjetër mori një vendim dhe emëroi në pozitën e kryetarit dhe drejtorit gjeneral, do thotë Ferit Zekullin dhe Arsim Sfirsën. E gjitha kjo ishte që rezultoi si një emërim i palegjshëm që erdhi nga Ministria e Sportit. Me këtë rast, me njëherë, pas vendimit të Ministrisë, të parët që reaguan ishin tifazët tanë Plisat dhe kërkuan me një takim në atë kohë me kryesinë e vjetër, e cila ishte Beran Savileci dhe të tjerët. Por asnjëherë nuk zgjetën një mirë kuptim me ta dhe nuk mund që të takoheshin për të vazhduar përpara. Pastaj, pas asaj kohe, edhe njëherë kërkuan Plisa që një takim të jetë mes klubit dhe tyre që t'i mbështesin, sepse në vitin 2021-2022, nëse s'gaboj, në atë kohë Plisat, me kërkesë të Plisa, sollën edhe njëherë Beran Savilecin si kryetar klubit për të vazhduar sukseset. Dhe i njëjti nuk i ftoi Plisat, do thotë Berandi nuk i ftoi Plisat për të vazhduar për emrime apo për të thirrur një kuvend për të shkuar klubi përpara me njerëz. Andaj Plisat në atë moment thanë edhe duket në faqet e tyre dhe në të gjitha media se kryesia e vjetër po mundohet që vetëm të gjejë kohë dhe të përfitojë në kohë që klubi të i siguron të gjitha sponsorizimet që tashmë ju e dini që të gjitha kompanitë sponsorizimin e tyre e bëjnë në muajin dhjetor në fund të vitit. Dhe kryesia e vjetër donte të dilte çaty. Sipas Plisave kjo rezultoi shumë e vërtetë dhe kryesia filluan një kandidat të ri të jashtëm, donin që ta bënin kryetar. I njëjti pastaj u propozua nga ata dhe ajo ishte e palegjshme, ftuan një kuvend, ku në atë kuvend ishte një kuvend shumë i tensionuar, lodhën shumë polic, ftuan shumë mekanizma shtetëror, luftuan ndaj Plisave që të zgjidhet ai dhe të fitojë në kohë. Por në atë kuvend ata që na mbrohin gjithmonë neve, na përmbështesin neve, na përkrahin neve, si në tribunë, ashtu edhe në jashtë tribunës, Plisat shkuan në kuvend dhe thanë që kjo është një zgjedhje e gabuar. Në kuvend kryetari Plisa mori fjalën dhe tha: "Ju këtë që po e bëni sot mos harroni që nuk ka për të kaluar dhe nuk jeni duke bërë në mënyrë të rregull dhe në asnjë mënyrë i propozuari juaj nuk do të jetë kryetari i klubit të Prishtinës, pasi ti nuk do ta kesh mbështetjen e klubit dhe Plisave dhe kryeqytetit." Për mos të zgjat më shumë, ne pastaj kjo i propozuari takoi Plisat dhe i dha klubin dhe po atë ditë Plisat pa humbur kohë ftuan bordin. Bordi me 2/3 e saj emëruan zotëri Renar Grajqefsin, UD të kryetarit të klubit dhe mua si drejtor gjeneral. Me të ardhur në zyrë, ne kemi parë që këtu ka pasur shumë keq përdorime. Kur thon keq përdorime, them se në rast se në një klub derën rreth 700.000 euro, të cilat janë derur në muajin nëntor dhe dhjetor, dhe në atë klub kur të fillonte në muajin janar nuk është asnjë pare, asnjë cent në konto, kjo është keq menaxhim dhe besoj që keq përdorim. Nuk du me hita e pjesë, janë organet e rendit që miren me atë punë, po për të keq menaxhim më thonë se kem menaxhuar më herët në këtë klub, kom qenë më herët unë, do kem qenë krejt këtu dhe është shumë jo normale një 700.000 euro për 30 ditë mu avollu, është shumë punë e madhe ajo. Ne kur kemi ardhur këtu, me njerë jem hasë që kemi një obligim ndaj ATK-s, Administratës Tatimore të Kosovës. E kemi një obligim ndaj Federatës Basketbollit të Kosovës. E kemi një obligim ndaj ligës INBL. Liga më prestigjioze tash për momentin e cila marrëm pjesë vetëm ne, dhe ju e dini që nuk jemi shumë larg Final Fourit atje, që do të ishte një arritje shumë e madhe për klubin, dhe po në atë ligë, domethënë nuk janë paguar referat e asnjë ndeshje që kanë qenë në Prishtinë. Jemi të folë për ndeshje që janë zhvilluar shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Në asnjë, sepse pe që jemi ne në asnjë lojë s'kemi marrë pjesë. Borxhi ndaj Pallatit të Rinisë dhe i Sporteve, dhe kjo ka çuar klubin në përmbarim, te përmbaruesi privat i cili ka bllokuar. Është një lëndë 2015-s, ku përpara ne është dashur me pagu për terminat tona. Nuk është lëndë tash, është më vjetër, më e mëshme, po është aktuale e cila ka bllokuar klubin. E kemi për herë të parë pas shumë vitesh e kemi klubin në bat. Po, ajo që o thonë, që o shkru, është e vërtet, i kemi 2 landë në bat. Të 2 landë janë që jemi të negociu. Landa e parë në bat është e trenerit grek i cili ka ardhur këtu, domethënë është vetëm pjesa e agjencionit që nuk është paguar. Domethënë jemi të qartë.
flitet për 8.000 euro. Nuk është fundi botës, as nuk është të ushu klubi. Klubi bashkë për qëta, ju kom thirë, mi ju kalzu që na veç për para këna me shku. Që kjo na ka bo edhe ma shumë të bashkun krejtë, unë e korë një jetë që të klub s'kom pa media ma shumë se sëtë. Korë. Nuk e di, të ndetë mas pore shumë që e një ardhë, nuk e di e një ardhë me një lojme në keqë për më pjo e të miren. Që kjo klub korë ma i bashkun se konë me ketë qytetin, me ketë njerës, se Prishtina ka njerës vërtet, dvet, që kur se len këtë klub me rapi këti vendit. Dhe na shumë të bashkumë, jena ma të bashkumë se kur dhe këna me jesë për para. Po, problemet dojna mi kalëzut cilat i kem, si kryesi që kena ardhë e rej. Te tribunali batë kjo e regulojmë, se është që regulohet, negociohet, e kem një avokat tonin, i cili është dhe mirët me këtë punë, që paguhet normal, është i Turqis dhe e mbron klubin. E kam mbrojt edhe ma herët, po një kohë shumë atë gati, jo tash. E kemi, ju tregova që i kemi marrë llogarit 0-0, ju tregova që pagat, se kam edhe kapitenin këtu, pagat e lejtarit, stafit, trenerëve, krejtëve, dhe për muajin dhjetor janar, edhe janar e shkurt kanë qenë pa pagu. Edhe që ajo 700.000 euro, kur o man, dhe me thonë nuk jam pagu këta djem. Dhe është një overdraft i cili është 50.000 euro në vlerë të klubit, po ashtu edhe overdrafti është pa pagu, ka me 50.000 euro minus. Kem detyrime të autobusve, avion kompanive dhe janë të tjera për mbarimore në proces. Po e gjithë kjo nuk na ndalë neve për me shku për para. Unë këto në emën të kryetarit, Rinor Grajqevcit, dua t'ju them dhe ju garantoj që ne si Prishtinë bjetojmë, nuk është diçka se kemi edhe sponsora, do me thonë, këto në këtë rast me njeri bëjthirje komunës. Nuk mundet komuna e Prizrenit mi dhonë bashkimit vlerë 150.000 euro sponsor, e komuna e Prishtinës mësë mi adhon Prishtinës, se për parim Roma veç, do më thonë, në e në organizative qeveritare e para, e dyta, nuk thirëmi me një emën tjetër që me thonë është sigat Prishtina, është i qytetit këtë klub, dhe me ligjin për krye qytetin, dhe me një kryetar që plisat i kanë ndihmu shumë, me qenë sot ku është ai, unë besoj që ishtë dash më ka një shifër 2-3 herë më e madhe se bashkimit e qytetet tjera së du me përmentash, po besoj që kryetari Rama dhe gjithë bizneset tjera të Prishtinës dera është e hapur, transparencë, 100% ju presëm krejtve me arme ndihmu klubin që me shku për para, jem të folë për fillimin e sezonës tjetër, se për këtë sezon ku jemi sot, falë Zotit, jemi mirë dhe menaxhohemi për ta çu deri në fund. E për fund të kjo pjesa që sa më takon mu, se po du m'ja kalu fjallën edhe drejtorit sportive të mundit, pastaj edhe kapitenit, te kjo pjesa ku dua të them që në çdo herë, çdo vend, ka krizë, ka probleme. Galatasaray Turqisë që 3 muaj s'kishte dhënë paga, Galatasaray në Turqi. Vetëm sa për atë pjesë. Te na mbatjen konkret ekipe tjera, se Prishtina është rrull model për këtë ekipet, kjo dihet, s'bëhet fjalë. Se na i kem 40 tituj dhe ato kitë bashkë si kanë 41, s'bëhet fjalë. Se këto tituj kanë ardhur qysh po kanë ardhur, kemi luftuar gjithmonë, edhe luftojmë, nuk dorëzohemi. Po, te pjesa ku na kemi qenë përpara shumë të fortë, e kemi pas edhe pjesën ku e kemi pas kapitenin lojtar, Kondardan Berisha, e kemi pas do vendor që për një me kanë bërë diferencën. Edhe tash te kjo pjesa e vendore, sepse të huajt i kemi shumë të qelluar dhe në ligën e NBL luajmë me gjithë të huaj. Dhe i kemi njerëzit që për shembull arbitrash u bë kapiten, jo që u bë me, po u bë se jap shpirtin fushë jo njëri krejt. Dhe njerëz që kanë më dhënë shpirtin dhe kanë më dhënë gjithçka për Prishtinën, kanë më kanë pjesë e klubit. Ju ftuam se duhet më kanë shumë më transparent me juve, edhe me tifast, me qytetarët të Prishtinës, besoj që edhe ju e meritoni me ditë gjendjen e klubit, siç tha edhe drejtori, gjendja është momentale çështu, çu e tha edhe çu ka shpjegu. Unë më kam ftu edhe kryetari Rinori edhe drejtori Rinori me qenë pjesë e stafit klubit edhe me gjithë shefe kom pranu me qenë drejtor sportiv i klubit, sepse unë e di që kom kontribu për këtë klub edhe e kom që isha edhe kapiteni i ekipës, edhe është detyra jeme që me ndihmu klubit edhe me ndihmu qytetit të Prishtinës. Edhe ju tregoj se na ku nuk do të dëzohemi, si cila pengesë kemi pas për para, kemi thy që pengesë, tash edhe energjia u kthy në energjia pozitive në klub. Zyret e klubit janë 24/7, nuk është si mere që u ka nështë 3-4 orë me punu, por 24/7, kushdo që ka naj problem ose kushdo që mund me ndihmu klubit, mundet lirisht në orë këtu në zyret klubit edhe na presim me kënaqësi. Si që sheni edhe ju,
trenerin, unë folin në pjesën sportive, treneri grek u larguar për shkak që ka pas probleme familjare, me njëherë kemi gjetë zëvendësimin e tij, me trenerin malezez Dublevicin dhe asistentin e tij, kemi kthyer edhe asistentin vendor që ka qenë edhe vitin e kaluar, dhe jo suksesit të klubit nuk është vetëm që kemi edhe probleme financiare, vërtet që kemi probleme financiare, siç tha edhe drejtori Luani, por janë edhe lëndimet të dy lojtarëve të kyç të ekipës, është Burnsi që ka qenë lënduar jashtë fushës 3 javë ditë, edhe Azemi që është jashtë fushës gati 2 muaj. Dhe e kemi larguar edhe një lojtar tjetër, Krameri, Qendra, që besoj që nuk i ka plotësu ato kushte që nuk i ka plotësu për shmëri që kemi pritur nga ti, dhe nesër ose bie sonte vjen një lojtar i ri, do të kuptoni edhe ju në media kush është ai lojtar i Qendra që do të vazhdon që të ndihmoj ekipin e Prishtinës. Çka po ndosh me thonë me këtë që na kur nuk do të dorëzohemi, do të punojmë, do të jemi transparent me mediat, me qytetarët, dhe puna jo do të qenë fair dhe korrekt. Besoj që të gjithë meritojnë, se klubi i Prishtinës meriton me qenë në vendin e parë. E keni pa që lojën e fundit me Trepshin, me mungesën e 3 lojtarëve e ka dhënë shpirtin në fushë, me përkrojën e tifozëve, ka fillu edhe tifozët kanë fillu mu kthy në palestrat, qytetarët, dhe më thonë që kjo e ka mungu Prishtinës. Besoj që në të ardhmen nuk do të zhgënjeni dhe do të vazhdojmë punën siç dim na. Unë fjalën më me kalu edhe te kapiteni Orbi Sidoni. Mas pari përshëndetje krejtëve, faleminderit që keni gjithë kohën me ardhur. Ne si klub kena pas disa ndrime lojtarëve, trajnerave dhe me ardhin e kryesisë së re. Ne si klub premtojmë që nuk do të dorëzohemi deri në fund. Dhe shpresojmë se me kthimin e Arjanit edhe Deandre Burnsit edhe me ardhin e lojtarit të ri që e përmeni edhe Edo, ne kena me luftu edhe për play-off edhe për ligën prestigjioze e NBL-in, e cila sa e dini jemi veç një fitore larg Final Fourit, edhe unë si kapiten premtoj që këtë djemë tjena në ekipa të kena me jep shpirtin parket, dhe ju bëj thirrje krejt qytetarëve të Prishtinës që mashkullisht në na përkron neve se ju jeni lojtari i gjashtë që jeni të fushë për ne. Po, kjo është pyetje me vend, se na do të punojmë në këtë aspekt, posaçërisht do të më menu me kthy këta lojtar vendor që thjesht janë largu prej Prishtinës. Po du me fol për Muhamet Janjevën që tash është bashkim edhe të tjerë meritoni të tjerë që janë djemtë e Prishtinës, si dini që nëse janë të Prishtinës janë do me thonë edhe harxime shumë të vogla, edhe nuk kemi tani pastaj nevojë për ma shumë lojtarë të huaj. Na do me thonë që do të me menu me kthy ta djemtë lojtar vendor, edhe normal se liga është tash u bë shumë më kvalitet. Kjo është do me thonë, ky është një farë sinxhir që u duhet më punu më herët në akademi të basketbollit, jo veç Prishtina, por edhe të gjitha klubet, sepse janë gjeneratat që shrymen, që unë vetë e kom lënë basketbollin, nërse rrinë Dardoni, Driloni e të tjertë, por pyetja është kush ko me na zëvendësu nesër. Dhe në këtë aspekt normal që duhet me punu edhe në akademi, por edhe mjetet normal që për me mujt edhe me kalu ma shumë të lojtarë të vendor. Dardan, vallaj, na nuk e prishëm tregën, po tregu është i preshtë për me diti. Dhe unë, veç këshire se ketë kalojnë të na njerë, tani marrë në ekipë tjera. Nëse apicët dush ekipë, kitë kanë kalu njerë që të lejtarët e kanë shku atje. E kem një rast, 2-3 lejtarë që kanë lu vjetë të nasin e kanë kalëzu qëfar pagën të morë në ekipët tjera, është e tepërt. Po për atë arsye po them, a duhet të fokusu pak më shumë te lejtarët vendor. Po, gjithmonë diferenca për mu bo kampion është me lejtarën vendor. Nuk ka kryetar, unë që një 13 vjetë jam në klub, nuk ka kryetar që ndru e ardhe e shmenda me të keqë s'kena full këtë punë. Problemi më i madh që kemë Prishtinë, se këtu ndoket një pjesë ka shkruar mas mjetë në një koment në Facebook, ka thonë, shqyqysh që s'kena formula se i shmojt qëto dhe formula në pallat. Do thonë këtu kanë mojt e garat qeve, qëtu. Do thonë kush ka dhe që të bën, vjen pej 5 mon këtu, vjen pej atjet mon këtu. Krejt një mojnë qëtu sanët. Dhe që kjo na penalizon mas shumë të neve, që na detyrohemi, obligohemi me shkumbërnis, sepse një tetori është e Ministrisë të Arsimit, nuk i qasje, po kemi tentu, po mënej me përparim Ramon me kryetarin takohemi,
nuk është problem se kem linjën përveç që e kam plisat me to, ju ka dallëzova edhe më herët se ceka, e ka edhe mundje kem krejt, se është një kryetar që i pret krejt, po është një kryetar të shtrëngull për pak do të me lëshu edhe ai pak se na vyn.